Teatri Kombëtar i Operës dhe Baletit vjen këtë vjesht me një kalendar të pasur artistik me premiera, rivënies dhe bashkëpunime të reja. Përmes kësaj agjende të ngjeshur, ku nuk do të mungojnë emrat e afirmuar të skenës, ky institucion synon të ofrojë më tepër të rinjt me skenën, si dhe të forcojë komunikimin me spektatorin në të gjithë vendin. Në një skenë madhështore e kostumografi që do të çonë në Parisin e fund shekullit të 20, trupa artistike do të dhurojë për 4 net Tinguit Venerian përmes shfaqjes La Traviata, vepër e cila çel sipari në këtij sezoni artistik. Kemi një seri koncertesh simfonik ku do të veçoja disa prej tyre, duke nisur me atë që sapo fola me violinistin Giuseppe Gibboni. Një nga koncertet që do të mirëpritet do të jetë koncerti triple koncerti Beethovenit me violinistin Jonan Kadesha. Do të kemi në fillim të dhjetorit operën Trovatore. Do të kemi bashkëpunime të shumta me ente dhe ambasadat, të cilat janë dhe për javët kulturore. Nuk do të mungojnë as shfaqjet e baletit si dhe ansamblit popullor. Në drejtimin e Eni Bloshmit, zhvillohet edicioni 4 i International Dance Festival, ku spikat një homazh për muzikën e Ennio Morricones, si dhe rikthimi i baletit të fundvitit Arrothyesi. Kemi një triple bill, një pjesë, 3 pjesë të ndryshme, jashtëzakonisht të fuqishme, do jetë një mbrëmje magjike. Pjesa parë është Fallen Angels of Thierry Kilian. Pjesa dytë e mbrëmjes do të jetë një krim gaun që quhet Radiant Forti, kurse pjesa e tretë është Troy Game e Robert North. E para do të pasoj është aktiviteti dhe turneu i ansamblit që do të vi për pak ditë në Italinë e Veriut, në 2 qytete siç është Verona dhe Bolzano, dhe pastaj do të rikthehemi sigurisht sepse afrohen festat e nëntorit ku ansambli është pasaporta. Perdet e Teatrit Kombëtar të Operës dhe Baletit do të hapen thuajse çdo fundjavë për publikun, përmes shfaqjeve të larmishme që do të interpretohen gjatë këtyre muajve deri në fund të vitit.